Kryeministra italiane Giorgia Meloni thotë se presidenti amerikan Donald Trump ka pranuar ftesën e saj për një udhëtim zyrtar në Rom, pasi të dy ata u takuan në Washington në një përpjekje të kryeministres italiane për të ndihmuar në mbylljen e hendekut midis BE-s dhe SBA-s për shkak të tensioneve për tarifa tregtare. Meloni tha se udhëtimi i Trump mund të ndodhë në të ardhmen e afërt dhe mund të ofrojë mundësinë që ai të takohet me lider të tjerë europian. Qëllimi im është ta bëj perëndimin të madh përsëri, tha Meloni. Trump e hapi samitin në zyrën ovale të njëjtën, duke thënë se Meloni po bënte një punë fantastike dhe se ka marrë Europën me stuhi, duke shtuar se ajo ka shpërthyer në miqësi. Trump dhe Meloni shprehen më parë optimizëm për zgjidhjen e konflikteve tregtare BE-SBA. BE-ja përballet me tarifa importi prej 25% për çelikun dhe aluminin dhe makinat, si dhe tarifa më të gjera për pothuajse të gjitha produktet e tjera, sipas politikës së Trump që synon të godas vendet që ai thotë se vendosin barriera të larta për importet amerikane. Jam i sigurt se mund të arrijmë një marrëveshje dhe jam këtu për të ndihmuar në këtë drejtim, tha Meloni para samitit. Trump theksoi se në përgjithësi ai priste të bënte një njoftim për marrëveshje tregtare, por nuk ishte në nxitim. Do të kemi shumë pak probleme për të arritur një marrëveshje me Europën ose me këdo tjetër, sepse ne kemi diçka që të gjithë e duan, tha Trump para se të nisej për në Washington. Meloni diskutoi për samitin me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, kancelari në ikje i Gjermanisë Olaf Scholz dhe pasardhësi i tij Friedrich Merz. Gjithashtu diskutuan për këtë takim me Melonin. Sipas raporteve në edicionin gjerman të Politikos, Scholz dështoi të realizonte një takim me Trump dhe kërkesa e Merzit është ende në pritje. Meloni më parë kishte përshkruar tarifat e Trumpit ndaj produkteve të BE-s si gabim, por duket se po mban një qasje më të kujdesshme, ndërkohë që menaxhon një akt të ndjeshëm balancimi midis idealeve të saj politike, të cilat janë më të përshtatshme me ato të Trump dhe rolit të Italisë brenda BE-s. Takimi shkaktoi shqetësim midis disa aleatëve të Italisë në BE dhe gjithashtu mes opozitës së Melonit në vend për shkak të frikës se afërsia e tyre mund të dëmtonte qasjen e unifikuar të bllokut ndaj tarifave dhe çështjeve të tjera. Planet për $10 miliard investime në SBA. Por pavarësisht disa lëkundjeve të tensionuara, Meloni ka marrë një reagim pozitiv për tarifat tregtare dhe të dy mendojnë se marrëveshja do të bëhet 100%. Meloni, sipas mediave në Itali, konfirmoi në përfundim të takimit dypalësh përballë xhakut në zyrën ovale edhe sa i kushtoi Romës pritja në shtëpinë e bardhë. Italia, përveç sigurimit të 2% që të prodhimit brendshëm bruto në armë, angazhohet edhe për rritjen e sasisë LNG-s dhe për të sjellë 10 miliard investime nga kompanitë italiane në SBA. Nëse ajo mbetet kryeministre, manjati amerikan mendon se Italia mund të jetë aleati më i mirë i SBA-ve. Ajo pranon se nuk mund të nënshkruajë marrëveshje për BE-n, por e paraqet veten si dikush që ka fluturuar përtej oqeanit për të gjetur ekuilibrin e duhur në gjysmë të rrugës. Këto janë tullat verbale me të cilat Meloni ka projektuar atë ur ideale me të cilën synon të mbajë bashkuar dy brigjet e Atlantikut. Italia është eksportuesja e tretë më e madhe në SBA nga BE-ja. Zyra e Melonit mohoi se ajo do të kërkonte përjashtime speciale nga tarifat për produktet italiane. Italia ka lidhje të forta ekonomike me SBA-t që shkojnë përtej eksporteve, përfshirë investime direkte të huaja. Samiti pritej të adresonte kërkesën e Trump që partnerët e NATO-s të rrisin shpenzimet ushtarake në 2% të prodhimit brendshëm bruto. Italia është në 1.49%, një nga nivelet më të ulta në Europë. Kjo ishte vizita e tretë e Melonit në shtëpinë e bardhë me 2 takime të mëparshme që u zhvilluan gjatë administratës së Joe Biden. Ajo do të kthehet në Rom në kohë për të takuar të premte nënkryetarin e Trump, J.D. Vance, i cili pati një sulm të ashpër kundër Europës në konferencën e sigurisë në Munich në shkurt, të cilin ajo e mbrojti. Vance do të takohet gjithashtu me kardinalin Pietro Parolin, sekretarin e Shtetit të Vatikanit, gjatë vizitës së tij për fundjavën e Pashkëve.